kontekstualizu. Do të thonë, opozita ka folur për një figurë konsensuale, ndërkohë që nuk ka ofruar asnjë emër të përveçshëm, përveç qëndrimit të PDK-s që presidenti do të jetë nga PDK, të dy propozimet do të jenë nga PDK. Në një rrethon të tillë, pas takimeve të shumta të kohë të punit të përditshme, ne natyrisht të deputetët tonë, 30 deputet, kanë nënshkruar kandidaturën e zotit Konjumsta. Kemi një kandidat, ka hapësirë për të pasur së paku dhe 2 kandidat. Natyrisht ne kemi nënshkrimet edhe për një kandidat tjetër, po ndërkohë që jemi të gatshëm për t'i dhënë 20 nënshkrime LDK-s nëse kanë eventualisht ndonjë propozim, e 10 nënshkrime PDK-s nëse eventualisht kanë ndonjë kandidat. Pra ju jeni të gatshëm, vetëm pak, për çfarë do Rustemi, vetëm për çfarë do kandidat jeni të gatshëm ti ndihmoni PDK-s në propozim e LDK-s? Çfarë do kandidati? Që e kanë ata? Jo çfarë do kandidati natyrisht se po nëse e ka partijak, shembull, nëse e ka partijak të PDK-s, vetëm pak. I lutem. Nëse e ka PDK-ja një kandidat, shembull nga rrallat e veta, edhe i kërkon votat nga jo, do t'ja jepnit? Ose LDK-s, njëjtën kohë, do t'ja jepnit? Po nëse përmbush kriteret që parashë kushtetuta për president, dhe nëse ata mendojnë që është personi i duhur për të propozuar nga ata si kandidat për president apo presidente, për ta përmbushur procedurën ne jemi të gatshëm natyrisht për të dhënë nënshkrimet. 20 LDK-s dhe 10 të PDK-s, meqense LDK LDK duan 20, ndërkohë që PDK-s me 10 të tjera e përmbush një kandidaturë. Pse nuk e votuat vetëm pak se këtu kemi do të kesh pak sfidë në studio. Pse nuk ja dhat votat zonës Osmani, se shumë kush e priste nga mbështetësit e lëvizjeve vendose, se shumë kush e shihte binomin Vjosa Osmani, Albin Kurti ose Albin Kurti Vjosa Osmani si të suksesshëm në këtë drejtim, edhe e kishte pritur që kryeministri ta kishte Kurtin, po presidenti ta kishte zonin Vjosa Osmani. Mendoj që i keni zhgënjur ata pjesën e mbështetësve tuaj, zoti Rustemi, cila ishte arsye që nuk ja dhat votat, por në fundit me një konferencë për media i ofruat nëpërmjet zonës Nagafsi. Jo, ne kemi ofruar nënshkrime, 30 nënshkrime kemi ofruar zonës Osmani, edhe në takim të drejt për drejt më së voni dje. Natyrisht kemi konsideruar që pas dështimit për një kandidat konsensual, kandidimi i zotit Konjumsa dhe kandidimi i zonës Osmani do ta maksimizonte natyrisht pjesëmarrjen në seancën zgjedhore të presidentit apo të presidentit të Republikës, dhe do të garantonte se do të ishte mundësia më e mirë për të shmangur zgjedhjet e parakohshme, ndërkohë që të kishim edhe president me integritet të lartë. Zonja Osmani ka refuzuar dhe kjo e bën publike edhe sot natyrisht përmes përfaqësuesve të televizijës. Po ndërkohë ne pandëm përmes Zonja Osmani ka refuzuar, ata fillimisht tanë është gënjeshtër. A është gënjeshtër? Jo, nuk është në asnjë mënyrë. Në fillim thanë që nuk është e vërtetë.